Selamu alaikum. Pas historisë Jakubit, vazhdo me historinë e Jusufit. Para se të fillojmë historinë, kush ishte babai i Jusufit a.s. dhe sa vëllezër kishte ai? Pse babai e tij e donte Jusufin më shumë se të tjerët? Pse Jakubi a.s. i tha Jusufit të mos u tregonte ëndrrën e vëllezërve të tij? Çfarë ndodh kur njerëzit bëhen xheloz ndaj njëri tjetrit? Në tokën e Palestinës jetonte një profet i madh, Jakubi, biri i Ishakut dhe nipi i Ibrahimit a.s. Ai ishte një burr i drejtë dhe i devotshëm, i cili gjithmonë adhuronte dhe i lutej Zotit. Jakubi kishte 12 djem, dhe ndër ta më i dashuri ishte Jusufi. Jusufi ishte një djalosh i bukur, i pastër dhe i mençur. Ai kishte një shpirt të ndritshëm dhe një zemër të pastër. Dhe Jakubi e shihte si një djalë të zgjedhur, një djalë të veçantë. Por vëllezërit e tij filluan ta xhelozonin, sepse ata mendonin se babai e donte më shumë Jusufin se sa ata. Kjo xhelozi e vogël, me kalimin e kohës, u kthye në urrëtie. Në një natë të qetë, kur qielli ishte i mbushur me yje që ndriçonin butësisht mbi tokë, një djalosh i vogël, me sy plot shkëlqim, vrapoi drejt babait të tij. O babai im, kam parë një ëndër, 11 yje, diellin dhe hënën duke më bërë sejdë, tha ai me emocione të mëdha. Jakubi u trondit nga kjo ëndër dhe a kuptoi se ishte një shenjë nga Zoti. Ai e kuptoi se Jusufi ishte zgjedhur për diçka të madhe dhe se një ditë ai do të arrinte një pozitë të lartë dhe do të kishte një ndikim të madh në botë. Por ai e paralajmëroi: "O biri im, mos u trego vëllezërve të tu për këtë ëndër, sepse ata do të xhelozohen dhe do të përpiqen të bëjnë keq. Djalli është një armik i madh për njerëzit." Jusufi nuk e kuptoi plotësisht domethënien e fjalëve të babait të tij, por i besoi atij dhe nuk e tregoi ëndrrën. Ndërkohë, vëllezërit e Jusufit nuk mund të duronin me xhelozin. Ata shihnin se si babai e donte më shumë Jusufin dhe mendonin se për sa kohë ai ishte aty, ata nuk do të merrnin vëmendjen e babait. Një ditë ata u mblodhen dhe thanë: "Babai ynë e don më shumë Jusufin se ne. Nëse e largojmë atë, atëherë babai do të na dojë veç neve më shumë." Disa propozuan ta vrisnin, por njëri prej tyre, më i mëshirshëm, tha: "Jo, mos e vrisni. Le ta hedhim në një pos, në një vend të largët, dhe ndonjë kalimtar do ta marrë. Kështu ai do të largohet nga jeta jonë përgjithmonë." Ata shkuan tek babai i tyre dhe i thanë: "O baba, lëre Jusufin të vi me ne në fushë, që të luaj dhe të kënaqet. Ne do të kujdesemi për të." Jakubi nuk donte ta linte të shkonte, sepse kishte frikë se diçka e keqe do t'i ndodhte. Por, pas shumë këmbguljesh, ai pranoi me zemër të rënduar. Kur arriti në një vend të largët, ata e kapën Jusufin me forcë dhe e hodhën në një pus të thellë. Jusufi qante dhe i lutej vëllezërve të tij të mos e linin atje, por ata nuk e dëgjuan. Më pas, ata njollosin këmishin e tij me gjak të një kafshe dhe u kthyen tek babai i tyre duke qarë me lot të rrem. "O baba, një ujk e hëngri Jusufin. Ja, shiko këmishën e tij." Jakubi e dinte se ato po gënjenin, por nuk kishte ç'të bënte. Ai u pikëllua aq shumë sa që filloi të qante çdo ditë, duke humbur shikimin nga mërzia dhe lotët. Por Jusufi nuk mbeti gjatë në atë pos. Një karvan tregtarësh që po kalonte aty e pa dhe e nxorri nga pusi. Aty e morën me vete dhe e çuan në Egjipt, ku e shitën në një treg. Aty Azizi i Egjiptit, një njeri i pasur dhe i fuqishëm, e bleu dhe e mori në pallatin e tij. Jusufi u rrit si një burr i mençur, i ndershëm dhe i bukur, dhe shumë shpejt fitoi respektin e të gjithëve. Por një ditë, gruaja e Azizit, Zulejha, u magjeps nga bukuria e Jusufit dhe tentoi ta joshte. Jusufi, si një burr i drejtë dhe i devotshëm, tha:
unë nuk do të tradhtoj besimin e Zotit tim. Dhe ai vrapoi për të shpëtuar. Por Zulejha nuk e pranoi dështimin dhe akuzoi Jusufin padrejtësisht. Për këtë arsye, ai u burgos për shumë vite. Edhe në burg, Jusufi qëndroi i drejtë dhe i urtë. Ai fitoi respektin e të burgosurve dhe u bë i njohur për aftësinë e tij të mrekullueshme për të shpjeguar ëndrat. Një ditë, mbretëria e Egjiptit pa një ëndër të çuditshme dhe askush nuk mund ta shpjegonte. 7 lopë të shëndosha i hanin 7 lopë të dobta, 7 kallin gruri të gjelbër dhe 7 të tharë. Dikush i kujtoi mbretet, njoh një njeri të urtë që mund ta shpjegojë. Jusufi e shpjegoi ëndrën. 7 vite të begata do të vinë, por pas tyre do të vinë 7 vite me thartësirë. Mbledhni grur dhe ruajeni për vitet e vështira. Mbreti e pa mençurinë dhe drejtësinë e Jusufit. E liroi nga burgu dhe e bëri ministrin e ekonomisë së Egjiptit. Kur u riagoditi vendin, vëllezërit e Jusufit erdhën në Egjipt për të blerë ushqim. Ata nuk e njohën, por ai i njohu ata. Pas një sprove të testuar, pendimin e tyre ai tregoi të vërtetën. Unë jam Jusufi, vëllau juaj. Vëllezërit e tij u turpëruan, por Jusufi nuk kishte urrejtje në zemrën e tij. Mos u shqetësoni, Zoti më shpëtoi dhe më ngriti në këtë pozitë. Pastaj, ai ftoi baban e tij, Jakubin alayhis salam, dhe të gjithë familjen e tij të vinin në Egjipt. Kur Jakubi alayhis salam pa Jusufin, ai qau nga gëzimi dhe sytë e tij u shëruan nga dhimbja. Dhe ëndra fëmijërisë së Jusufit u bë realitet. 11 vëllezërit e tij dhe prindrit e tij qëndronin para tij me respekt. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i wat-tariq wama adraka mat-tariq an-najmu thaqib in kullu nafsin lamma 'alayha hafiz falyanzuril insanu mimma خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وهو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أنهلهم رويدا. Nga historia e Jusufit ka mësuar, si që Jusufi hodh në buzë nga vëllezërit e tij, zemra e tij mbeti plot shpresë, ashtu dhe ne, kur kalojmë përmes vështirësive të jetës, duhet të mbajmë mesimin se çdo pushkënje dalje dhe çdo përpjekje ka një shpërblim nga Allahu. Bashkimi i Jakubit me familjarët e tij na tregon se fuqia e dashurisë familjare mund të mposhtë çdo dhimbje dhe ndarje. Gjaku i këmishës së Jusufit tregon se edhe pse vërteta vonohet, ajo që mund të dalë në dritë. Si Jusufi që u ngjit ka një pusin në ministër, edhe ne mund ta arrijmë sukses përmes besimit dhe durimit.